Territori shqiptar për datën 25 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht me diell në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë tek qiellet pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara jugore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe gjatë pasdites moti do të vijojë me diell dhe temperatura të këndshme pranverore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 22 gradë Celsius, Kukës 9 deri në 19 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 21 gradë Celsius, Durrës 12 deri në 21 gradë Celsius, Kavaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 22 gradë Celsius, Berat 12 deri në 22 gradë Celsius, Korç 5 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 21 gradë Celsius, Sarandë 12 deri në 21 gradë Celsius,